Pas fitores së madhe në Big Brother VIP Kosova, kur rëmbeu çmimin prej 200.000 eurosh, lëndrimi ka nisur të flasë hapur për planet e tij. Për shumë kënd, pyetja më e madhe pas finales nuk ishte vetëm a e meritoi fitoren, por çfarë do të bëjë me 200.000 euro. Në deklaratat e tij të para pas daljes nga shtëpia, lëndrimi ka lënë të kuptohet se kjo shumë nuk është thjesht një shpërblim, por një mundësi për ta riformuar jetën e tij dhe për të ndërtuar një të ardhme më të qëndrueshme. Sipas tij, një pjesë e konsiderueshme e shumës do të shkojë për familjen. Ai ka përmendur shpesh gjatë qëndrimit në shtëpi se familja ka qenë mbështetja e tij më e madhe. Në intervistat pas finales, lëndrimi ka thënë se dëshiron t'i ndihmojë prindërit për të përmirësuar kushtet e jetesës dhe për të siguruar stabilitet afatgjall. Kjo mund të përfshijë blerjen ose rinovimin e një shtëpie, shlyerjen e detyrimeve të mundshme financiare dhe krijimin e një fondi sigurie për të ardhmen. Për të, kjo nuk është thjesht ndihmë ekonomike, por një mënyrë për të kthyer sakrificën që familja ka bërë ndër vite. Një tjetër pikë që ai ka theksuar është investimi në biznes. Lëndrimi ka lënë të kuptohet se dëshiron të ndërtojë diçka të tillë, diçka që nuk varet vetëm nga fama e momentit. Ai ka përmendur mundësinë e hapjes së një biznesi në Kosovë, duke mos dhënë detaje konkrete, por duke nënvizuar se dëshiron një projekt që krijon vende pune dhe që ka ndikim real. Ka spekulime se mund të jetë një biznes në fushën e medias, argëtimit apo edhe në sektorin e gastronomisë, por vendimi përfundimtar pritet të vijë pas konsultimeve me ekspert financiar. Për lëndrimin, 200.000 eurot nuk janë para për të shpenzuar shpejt, por kapital për të shunfishuar. Gjatë qëndrimit në shtëpi, ai ka folur për ambicjet e tij personale. Fama e fituar nga formati i jep mundësi të reja, bashkëpunime televizive, projekte mediatike, marketing dhe ndoshta edhe projekte artistike. Ai ka deklaruar se dëshiron të investojë edhe në veten, qoftë përmes trajnimeve, kurseve profesionale apo angazhimeve që e ndihmojnë të rritet si figurë publike. Në një treg ku fama shpesh është kalimtare, lëndrimi duket i vetëdijshëm se duhet strategji për ta shndërruar momentin në karrierë afatgjall. Një pjesë e deklaratave të tij ka prekur edhe aspektin human. Ai ka thënë se do të ndajë një pjesë të fitimit për raste sociale dhe për njerëz në nevojë. Edhe pse nuk ka përmendur shuma konkrete, ideja e ndarjes së një pjese të çmimit për bamirësi është pritur pozitivisht nga ndjekësit e tij. Në një shoqëri ku pabarazit ekonomike janë të dukshme, një gest i tillë do të kishte ndikim simbolik dhe real. Qëndrimi në një format si Big Brother shpesh i bën banorët të reflektojnë për jetën, zgjedhjet dhe prioritetet. Lëndrimi ka theksuar se kjo eksperiencë e ka bërë më të matur. Ai ka thënë se nuk planifikon të bëjë shpenzime luksi të panevojshme. Makina të shtrenjta, pushime ekstravagante apo jetë e shfrenuar, sipas tij, nuk janë prioritet. Ai synon që paratë të menaxhohen me kujdes, duke bashkëpunuar me këshilltar financiar për të shmangur gabimet që shpesh bëjnë fituesit e formateve të tilla. Një element që nuk mund të anashkalohet është fama. Pas fitores, lëndrimi ka fituar një audiencë të madhe në rrjetet sociale. Kjo i jep atij mundësi për bashkëpunime komerciale, reklama dhe projekte që mund të sjellin të ardhura shtesë. Kjo do të thotë se 200.000 eurot mund të jenë vetëm fillimi i një cikli të ri financiar. Nëse ai avin ta menaxhojë si duhet imazhin publik, investimi fillestar mund të shndërrohet në burim të qëndrueshëm fitimi. Megjithatë, bashkë me mundësitë vjen edhe presioni. Publiku shpesh ka pritshmëri të larta për mënyrën si një fitues duhet t'i shpenzojë paratë. Çdo hap i tij do të vëzhgohet dhe komentohet. Nëse investon në biznes dhe dështon, do të kritikohet. Nëse shpenzon për luks, do të gjykohet. Nëse i ruan paratë, do të akuzohet për mungesë guximi. Kjo është pjesë e realitetit të një figure publike. Në thelb, 200.000 eurot për lëndrimin përfaqësojnë më shumë se sa një shumë parash. Ato janë simbol i votës së publikut, i mbështetjes dhe i një kapitulli të ri në jetën e tij. Ai ka deklaruar se dëshiron të ndërtojë diçka që zgjat, jo vetëm të shijojë momentin. Nëse planet e tij për familjen, biznesin dhe zhvillimin personal realizohen, kjo fitore mund të jetë pikënisja e një historie suksesi që shkon përtej reality show. Koha do të tregojë nëse lëndrimi do të arrijë ta kthejë këtë shpërblim në një themel të fortë për të ardhmen. Por një gjë është e qartë, ai është i vetëdijshëm se 200.000 eurot janë një mundësi e rrallë dhe vendimet që do të marrë tani do të përcaktojnë drejtimin e jetës së tij për vitet që vijnë.